Ramadan, welcome holy month والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سبحانه وتعالى falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lutim Allahun xhelleshanu të na mëson të dobishmen, të na sjell dobi nga ajo, dhe lutim Allahun xhelleshanu të na shton ilmin, të na shton diturinë. Vëllezër, sot do të flasim për një ngjarje e cila është shumë me rëndësi, e cila Allahu alem ndoshta ka ndodhur para 4000 apo 5000 viteve, por kalon gjurmë të mëdha. Nuk them se kalon gjurmë të mëdha vetëm tokë, por kalon në qiell. Dhe ajo që kalon gjurmë të mëdha në qiell është aroma e mirë që i ka ardhur pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam nga qielli. Do të flasim për një hadith cilin e përcjellën Imam Ahmedin Musnedin e tij, po ashtu edhe Hakimin Mustadrekun e tij, Ibn Hibbani në Sahihun e tij, po ashtu edhe Tabarani në Mu'gjemet e tij, shumë prej dietarëve, si Imam Dhahabiu ka thonë hadithi, senedi hadithit është hasan. Një prej atyre dhe Shuaib Arnauti ka thonë që senedi hadithit është hasan. Prej dietarëve të shkencës hadithit Ahmed Shakir, edhe ai thotë që senedi hadithit është hasan. Do të flasim për një hadith që nuk është prej zinxhirit të israeliatëve që ka ardhur tek muslimanët, prej atyre që kanë qenë ehlul kitab, israeliat, e kanë pranuar për shembull ai ka qenë xifut, e ka pranuar islamin, pastaj diçka që ka mban ai mend, ja u ka përcjell të tjerëve. Kjo quhet israeliat. Apo kur muslimanët e çliruan Khajberin, Abdullah ibn Amr ibn al-As mori shumë libra prej atje, edhe gjetë do çështje që edhe përputhen në islam, edhe i transmetonte ato. Por ky hadithi nuk ka të bënë me israeliatët as pak. Ne marrim edhe rivajetet e israeliatëve që na vijnë prej ahlul kitabit, nuk prishëm punë. Nëse gjejmë diçka që ka mbështetet në islam, në hadith edhe në Kur'an, e gjejmë të njëjtën dhe e pranojmë israeliatin, edhe pse është prej ahlul kitab. Por nëse nuk e kundërshton diçka islamin, mundet me fol për ato. A nëse israeliati ajo çka e përcjellin vjen kundërshtim me hadithet e pejgamberit alayhis salam, me parimet fetare, atëherë ne refuzojmë. Por megjithatë ky hadith fare nuk ka të bënë me israeliatët. Për arsye se siç thash, përmbledhësit e hadithit janë gjithë ma vonë, si Ahmed ibn Hanbali, si Tabarani, Ibn Hibbani, Hakimi e kështu me radhë. Hadithin vëllezër e përcjellin këto nga Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة. Pejgamberi alayhis salam thot në natën e Istras, dhe me thonë ka përmend, por pse nuk ka thonë edhe Mi'raj, por Isra, ajo ka filluar me Isra dhe bën pjesë edhe Mi'raji. Duke qenë thot lart në qiell Muhamedi alayhis salam, më erdhi një aromë e këndshme shumë. Fa qultu ya Jibrilu ma hadhihi ar-raihatu tayyibatu. Pejgamberi alayhis salam u kënaq me atë aromën aq e mirë që ishte, edhe i tha Jibril, ti 100% ki njohuri kjo aroma e kujt është? Jibril i tha, hadhihi raihatu mashitati ibnati Firaun wa auladiha. A tha, kjo është aroma e flokatare. Çka do thot flokatare? Ajo që i ka kreh flokët çikës së kujt? Çikës së Firaunit. Edhe fëmijëve të saj. Tha, kjo është aroma e tyre. E flokatares që vajzës Firaunit është kujdes për pamjen e saj. Ja ka kreh flokët, ja ka lidh gërsheta e kështu me radhë. Kjo ka qenë përgjegjës. Fe kultu ama sha'nuha, edhe fëmijët e saj, aroma e saj, edhe aroma
e fëmijëve të saj. Faqultu ma sha'nuha qala baynama hiya kanat tumashitu ibnata Fir'aun idh saqata al-midra min yaday. Derisa ishte duke ja kreh flokët çikës së Firaunit, al-midra ka qenë një krehër, ka qenë prej metali, por tamam si krehrat e sodit. I pikoi, i ra prej dore, fa akhadhaha fa qalet bismillah. Kur e morja kjo flokatarja, edhe tha bismillah. Kur e ndëgjoj çika e Firaunit, qalet hadha abi, a ki për qëllim babën tem? Se në emrin e Allahut. Qalet la, rabbi wa rabbu abuki la. Jo, tha. Se kom për qëllim babën tonë, Firaunin. Zoti jem dhe zoti babës tonë është Allahu. Qultu ukhbiruhu bi dhalik. A ti tregoj babës për këto? Sa jo e ka pas kontakte shumë mirë me këto dhe e piti këto. A ti tregoj babës për këtë çka tha? Qalet naam, po tha. Fada'aha Firaun wa qalet inna laki rabban ghayri. A mos kiti dhe një zot tjetër përveç meje? A nuk jam unë zoti juj? Wa hadhi anharu tajri min tahti. Çka thonte Firauni, a shikoni të pallatet e kjo ushtrie. Unë jam zoti juj. Edhe Firauni nuk ishte mësuar dikush. Edhe të pallatit ti thote që ka zot tjetër përveç te. I tha edhe kjo Firaunit, naam, zoti jem dhe zoti hit është Allahu. Fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat. Baqaratin i thon lopës, por bëhet fjalë ka qenë një kazan i madh i njohshëm në pallat, saqë edhe lopën me gjuhë aty e ka marrë apo devën, aq i madh ka qenë. Edhe e nxehinat dhe fusin aty vaj. Fa amara biha wa bi auladiha an yulqu fiha. Tha, ti dhe fëmijët e tu keni më u gjuh këtu. Ose kthesh. Qalet inna li ilejki hajeten. Unë tha kjo, kom vetëm një dëshirë, apo në më plëtsu. Qale, wa ma hije, Firaun tha, kush ajo nevoja çka kiti? Qale, en të gjma, idhami, wa idhame auladi, fi thawbin, wa wahidin, wa të dëfina na fihi. Tha, eshtrat, pasit na digjena ne këtu, nuk do të ngelin vetëm eshtrat. Me i të bu, tha, dëshira ime është, me i të bu eshtrat e mija, edhe eshtrat e fëmijëve të mi, dhe kom dëshirë me na varos bashku me një vend. Qale, dhalika laki alejna min haq. Kjo është e drejta jote dhe është obligimi jon u bo kjo. Fa amara bi auladiha fa ulqu bayna yadayha wahidan tilwa al-akhar hatta idha intaha ila sabiyyin indaha turdi'uhu فكأنها تقعست. Derisa arriti, u gjujt të thuj ka pas gjithse 4 djem. I pari, i diti, i treti, thuet 4 ka qenë fosht, i ka thonë kjo gji. Kur arriti atë me e gjuhë, diqish, si kurse unë nga dalsuha, i dhimti. Fe qalet, ja umma, iqtahimi, fe inne narët dunja ahwanu min nari l'akhirati. Fe qtahamet. Ajnoni, tha, ki ka fol, ka qenë dikund disa javësh. Ajnon, tha, dije, tha, se zjari i dinjas, është shumë ma i lehtë se zjari i ahiretit. Gjuhu, thënë to, edhe u gjujt kjo në atë zjarin, dhe më thonë, në atë kazanin e mas që ka ishte, ashtu. Thot Ibn Abbasi, transmetuesi i hadithit, thot kanë fol prej foshnjeve, prej fëmijëve të vogjël 4. Isau, biri Mërjemit, ka fol ai fëmiu i Gjurejgjit, dëshmitari Jusufit, edhe ki që kanë folë dhe me thonë foshnjët të vegjën. Dhe nëse flasim për këtë hadith, thëmë hadith madhështor. Shqyqoni, kjo flokatarja e vajzës e Firaunit ka pas mundësi imanin e kësaj me efshel, mos me e tregu. E adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala, e beson ato, i lutet ati, Allahun e ka në zemër, Firaunin as pak nuk e qunë si Zot, ka pas mundësi tër jetën kjo kështu me vazhdu deri në vdekje, dhe as kush mos më dëgjon të për këto. Ashtu ka pas mundësi edhe fëmijët e kësaj, me i eduku, me i mësu, por, kur erdhë çështja që kjo e shpaloj imanin e saj, e shpaloj besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe kjo mo nuk dëshironte
kjo nuk dëshironte që ta fshehe imanin para asaj dhe të tregohet e dobët. Tha po, Zoti jem, tha, dhe Zoti babës tënd është Allahu subhanahu wa ta'ala. Shiqoni tash, Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma jaza'u l-ihsani illa l-ihsan. Kjo deshi që besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala mos e msheh. Kur u doq kjo, dihet se ajo era e djegjes së mishit s'ka dyshim që e kaploj e mbushi pallatin e Firaunit. Edhe në realitet, ajo aromë nuk është aromë e mirë, dhe më thonë, vjen aroma që dikush digjet, kallet, e mishi ati po digjet, është me të vërtet një aromë, nuk është e këndshme. Allahu Gjelleshanuhu, që ka thot, dhe nuk ka për shpërblimin e veprës së mirë, është vetëm se e mira. Pra dhe ka thonë, el gjezau min gjinsil amel. Allahu Gjelleshanuhu kësaj, sikur se i thot, shiqo, ti për një periudhë shkurt u dogje, dhe era bashkë me fëmijët e tu, dhe era, ajo aroma e djegjes, ndoshta i shqetësoj njerëzit, por ne e bëjmë që aroma jote në qiell, të kënaqet me to krijesa më e mirë, mbreti i njerëzisë, Muhamedi a.s. po është zotriu i melekëve Xhibrilit. A e dini vëllezër se Ibrahim kush prej njerëzve ditën e gjykimit do t'i veshe teshat i pari kur do dalin para Allahut? Pse Ibrahimi a.s. Po, a e dini se Ibrahimin a.s. kur e hedhën zjarr, nuk e gjujten ashtu, nuk e hedhën me tesha, por çka? Janë zorën teshat. Para njerëzve ti me t'i nxjerr teshat, shiqoni njeriu më i keq, njeriu më i lig, me janë nxjerr teshat e tij, do me thonë të zhveshis cullat para njerëzve, nuk e don një gjë të tillë. Sado njeriu e ka një lloj krenarie, nuk don që aureti i tij të shpalohet para njerëzve. Ibrahimi më i dashur i Allahut, Khalilullah, i afërm, i dosti i Allahut subhanahu wa ta'ala, e shpalun ato para njerëzve. Po Allahu Gjeleshanu çka bëri? Nuk e haroj këtë situatë dhe këto momentet vështira të Ibrahimit a.s. E bëri që ditën e gjykimit Ibrahimi a.s. i pari t'i veshe teshat. El gjezau min gjinsil amel. Pra ne pejgamberi a.s. kur e pa Ibrahimin, e pa disa here, thuhet kratin e 6, por një herë e pa pastaj rivajeti tjetër, ishte pshtet të arshi Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe më thonë, Ibrahimin a.s. e pa pejgamberi jon Muhamedi a.s. tha e pash Ibrahimin, ishte pshtet të arshi Allahut Gjelleshanuhu. Dhe arshi Allahut, a dinin qiell çka simbolizon? Arshi Allahut Gjelleshanuhu, nëse e shohim Ka'ben tok, Ka'bi është vendi më i shenjtë, xhepi i muslimanëve, vendi që i tërheq njerëzit. Çka tha Ibrahimi a.s. waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, bëne që zemrat e njerëzve të anojnë tu për në Ka'be. E Ibrahim kush e ndërtoi Ka'ben? Ibrahimi a.s. me djalin e tij Ismailin. E Allahu Gjelleshanu këtë vepër të Ibrahimit nuk e harroi. E bëri që Ibrahimi a.s. shpërblehet edhe pas vdekjes së tij në qiell, e pa Muhamedi a.s. te qabja e qiellit, ku arshi Allahut subhanahu wa ta'ala, ati tha ishte Ibrahimi i pështetët, e kjo ishte shpërblimi Allahut subhanahu wa ta'ala. A shikoni vëllezër, prej besimtarëve çfarë persona kanë pas, grua e ka qenë, e dobët, nuk u dorëzu para zullumqarit më të madh. Kush a nuk jam tha unë Zoti jit, a ka, mos ka Zot tjetër përveç me. Jo e tha, nuk i tha jo po ka, po çka? Ja boni me dijet, Zoti im dhe Zoti jot është Allahu subhanahu wa ta'ala. E diti ja se si do t'jetë përgjegja? Se përgjegja të është do me thonë me vdekje. E diti se Firauni do t'a dënone ato me një lloj dënimi që tjerët marrin mësim prej asaj. Por çka boni ajo? As pak nuk u dorëzoi dhe kishte një dëshirë, shiqoni vëllezër, që kjo është mençuria në momentet e fundit. Momentet e fundit besimtari, si thot Muhamedi a.s. kur Allahu Gjelleshanuhu ja don, idha arada Allahu bi abdin khayran assalahu. Thot Muhamedi a.s. kur Allahu Gjelleshanuhu ja don një robit të mirën, assalahu, sahabët i thanë, wa ma assalahu, qala yarzuqhu bi amalin salihin qabla al-maut, fa yakhtimuhu bi dhalik. Than Muhamedi a.s. tha kur Allahu Gjelleshanuhu ja don robit të mirën, assalahu vjen për fjalës mjalt, e bon atë të ëmbël të mirë,
Sahabët i thanë, çka është kjo, çfarë qëllimi ka? Ja mundson Allahu xhaleshanu atij të bënë një vepër të mirë, edhe ja merr shpirtin që aty në atë moment. Kur ja Allahu ja don dikurit të mirën. Edhe kjo në momentin e fundit, shiqoni vëllezër çfarë dëshirë kishte. Ktu ka urtësi të madhe, çka? Unë e du. Jo vetëm unë, por edhe ishtrat e fëmijëve të mi, me i bashku me një tesh, me i lidh, me thobi thon teshës, me i lidh bashk, me i bashku edhe me navaros të gjithëve me një vend. Edhe pse, prej fëmijëve të kësaj ka pas që nuk kanë një mbylik, plot kanë qenë. Ndoshta të gjithë kanë qenë që nuk kanë një akoma në moshën e pjekurisë. Por kjo subhanallahu, sikur se i thot Allahu xhelleshanu, ja Rab, unë du të ringjallem bashkë me fëmijët e mi. A shikoni prindri i mençët çka mendon për fëmijët e tij. Si ja don fëmiu i mençët besimtar ardhmërinë e fëmijëve të tij. Prandaj pejgamberi alayhis salam çka i tha Xhibrilit? Kjo aroma e këndshme ku jo, çka tha Xhibrili? Kjo tha është aroma e flokatares së bijës e Firaunit vetëm, edhe fëmijëve të saj. Allahu subhanahu wa taala i nderoi edhe fëmijët e saj, edhe pse ai vogli foli, po Allahu ja mundsoi me fol. Ai tha, "Ainon, gjuhu tha, hedhun zjarr." Pse? Nat vojnë që vlonte. Pse? Fa inna adhab ad-dunya ahwanu min adhab al-akhirati. Pespare mos ja pajnon. Se ky është dënimi i dinjos. Ky është në krahasim me atë botës tjetër. Ky është shumë i lehtë. Prandaj Muhamedi alayhis salam sipas kuptimit të hadithit thot, dinja thot se dënimi i zjarrit të xhehenemit është 70 herë më i madh, më i nxehtë se çdo nxehje, çdo temperaturë e kujt e dunjos. Prandaj Muhamedi alayhis salam e mori aromën jo vetëm të asaj flokatarës së bijës Firaunit, por ishte aroma e të gjithëve, edhe fëmijëve të saj. Prandaj nuk ka pasuri më e madhe për prindrin se sa ai kur le një fëmijë halal. Prandaj një prej atyre i kishte thonë një dietarit, një hoxhës, a bën me më tregu unë, a jam fëmijë halal? Tha, i ki prindrit gjallë? Jo, tham, kam vdek të di. Po du ta di unë a jam prej ative, pse? E ka thonë Muhamedi alayhis salam, prej pasurisë që e lej vdekurit, çka është një? Wa waladin salihin yad'u lahu. Dhe që i lej një fëmijë, në gjuhën arabe i thonë walad salih, fëmijë halal, që ai vazhdimisht bën dua për prindërit e tij. E ki hoxha e pyeti, tha, do më tregojsh drejt. A bën ti lutje për prindërit e tu? Vallahi, tha, vazhdimisht. Ti tha, je fëmijë halal. Tha, ka e din se Muhamedi alayhis salam ka thonë dhe një fëmijë halal, një fëmijë devotshëm që e leja mbas veti dhe ai bën vazhdimisht dua për to. Dhe lutim Allahun xhaleshanu të na forcon këtë din, të na bën që t'i kalojmë sprovat e dinjos, se dhe ato janë të vështira, por edhe sprovat e varit, edhe sprovat e botës tjetër. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.